Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Shikues të nderuar, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahun e madhuar e falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdatat bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin, alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Jemi sonte në transmetim të drejt për drejt në emisionin ton Ky është i dërguari im. Dhe në kuadër të kësaj serie, të këtyre emisioneve që flasim për të dërguarin ton, kemi ardhur në një nivel të rëndësishëm të ngjarjeve. Kemi ardhur në një periudhë shumë vendimtare për shtrirjen dhe përhapjen e misionit me të cilin erdhi Muhamedi alayhi salatu wasallam. Kemi përmendur se pas përpjekjeve që dështuan për ta kryer umrën, pejgamberi alayhi salatu wasallam bëri një marrëveshje me Kurejsht e Mekës. Marrëveshja u nënshkruan në Hudejbije, një vend afër Mekës që ishte jashtë kufive të haremit. Këtë vit u detyruan që të kthehen besimtarët, domethënë në Medinë, pa mundësinë e kryerjes së umrës në Mekë. Mirë po, fituan shumë. Fituan një marrëveshje që në shikim të parë nuk dukej si fitore. Mirë po, pastaj e kuptuan se ishte fitore e madhe. Prandaj dhe pikërisht kështu edhe e cilësoi Allah i manua si një fitore në ajetet e surës së fitores Fath, që zbriti realisht me rastin e kësaj marrëveshje. Marrëveshja realisht të ndëruar shikues sikur që kemi përmend, nga pikat kryesore ishte paqe dhe një lloj armpushimi afatgjat 10 vjeçar. Ku tash pejgamberi alayhi sallam nuk e kishte më galën kurajshve. Realisht u nishua marrëveshja dhe tashmë fokusi ishte jashta kurajshve. E që kishte punë të mëdha për të bërë. Nga vendimet e para që mori pejgamberi alayhi sallam pas marrëveshjes në Hudejbije, pasi që u kthye në Medinë, vendosi që të shkruante mbretërve dhe udhëheqësve të ndryshëm të asaj kohe, që ishin të njohur, domthonë, dhe me famë botnore në atë kohë, në perandorit më të njohura të asaj kohe, sikurse perandoria e romakëve, pastaj e persianëve, e pastaj edhe, domethënë, e koptëve në Egjipt e kështu me radhë. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam mori një vendim të rëndësishëm dhe të rrezikshëm, por të domosdoshëm, që tashmë ta shtrinte ndikimin e tij edhe jashta arabëve. Nëse misioni i pejgamberit sa nuk ka ardhur vetëm për arabë, sikur se do ta sqarojmë. Kujt i shkroi pejgamberi alayhi salatu wasalam? Letra që i dërgoi pejgamberi sa të ndruar shikues ishin letra të dedikuara udhëheqësve të mëdhenj të asaj kohe. Si për shembull i dërgoi letër Herakliut. Herakliu që ishte në Damask, domthonë nga udhëheqësit e romakëve, në atë kohë Bizantit të njohur që ka qenë e njohur, dhe pejgamberi alajhissalam i dërgoi një letër me një përmbajtje shumë domethënëse, madje të panjohur deri në atë kohë që në këtë mënyrë të komunikohet mes udhëheqësve. I dërgoi pastaj edhe mbretit e Persisë, Kisras, i dërgoi edhe Mukaukesit, mbretit e Egjiptit. Pejgamberi sa i dërgoi edhe atij letër. Edhe të tjerëve që ishin nga mbretnit e udhëheqës e njohur të asaj kohe. Në letrën që pejgamberi i dërgoi Herakliut, tha kështu pejgamberi: Bismillahirrahmanirrahim. E filloi letrën me Bismillahirrahmanirrahim, që të kuptojë se letra është e veçantë, specifike. Nuk po flet në emër të vet, nuk po flet në emër të pushtetit, nuk po flet në emër të autoritetit të tij, por po flet në emër të Zotit, si i dërguari i Allahut mënduar. Dhe për këtë arsye thashë se ishte letër e veçantë. Udhëheqësit nuk kishin mësuar kështu të komunikojnë me ta. Andaj tha: Min Muhammed ibn Abdillahi wa Rasuli. Nga Muhamedi, robi i Zotit dhe i dërguari i tij. I dërguari i Allahut mënduar, edhe thot ila Herakl adhimi Rum. Letër dedikuar Herakliut, të madhit të romakëve. Shko pejgamberi sa ja përmeni titullin, nuk e nënçmoi, nuk e përbuzi, por tha i madhi romakëve. Është vërtet, të romakët ai ishte i madh. Ishte, domethënë, i madhnuar, ishte i respektuar.
Dhe me këtë titull ju referua pejgamberi alayhi salatu wasallam. Edhe ndër tjera i tha Selamun ala man ittaba al-huda. Paqja e Zotit qoftë mbi ata që ndjekin udhëzimin e duhur. Unë të ftoj që të përgjigjesh thirrjes islame, shpallës së Zotit mënduar. Aslim taslim. Nështrohu dhe shpëto. Nështrohu Zotit xhallahu ala. Jo pejgamberi, nështrohu Zotit xhallahu ala dhe shpëton. Pastaj tha yu'tika Allahu ajraka marratayn. Ta pa Allahu shpërlimin 2 herë. Pse 2 herë? Për shkak se ky është i krishterë. Ka besuar në pejgambert e mëhershëm dhe në Isauin a.s. Prandaj shpërlimin që ka besuar tek Isau do ta kishte, dhe ky shpërblim e merr vlerën nëse beson në Muhamedit a.s. dhe i dyfishohet shpërblimi. Nëse na duhet të besojmë në gjithë pejgambert, dhe mohimi i një pejgamberi zhvlerëson besimin në të gjithë pejgamberët. Për shembull, se dikush nuk beson në Isauin a.s. nuk llogaritet se ka besuar Muhamedit a.s. Po thotë nuk besuar Muhamedit a.s. dhe që pejgamber, po Isaun se besoj, Musain se beson. Nëse nuk beson në Musain a.s. pejgamber, nuk të vlen as besimin në Muhamedit a.s. Nëse këta janë të dërguar të Allahut, edhe me çfarë logjike e mohon Musain e beson Muhamedit a.s. kur Muhamedi e ka përmendur se Musa është pejgamberi i Allahut. Prandaj i tha pejgamberi, yu'tika Allahu ajraka marratayn. Ta pa Allahu shkruajnë 2 herë, një herë që ke besu në pejgamberin tonë dhe 2 herë pastaj që ke besu në Muhamedit alayhi salatu wasalam. Dhe ndër tjera pastaj edhe ja dërgoi ajetin kuranor ku Allahu tha ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bayna wa baynakum. O ju i thtarët librit. Allahu thot thuaj o Muhammed, drejtoju i thtarët librit. Kush janë i thtarët librit? Te krishterët dhe xhifutët. Drejtoja atyre duke thonë ta'alu e janë bashk të bashkohemi tek një fjalë, kelimetin sawa, të një fjalë. Cila është ajo fjalë? Hajde po bashkohemi tek një fjalë. Hajde po bashkohemi te një kuptim, te një koncept. Bashkë po bëjmë, nga se duhet jemi bashkë. Cila është koncepti? Allahu tha, en la na'budu illa Allah wa la nushrike bihi shay'a. Që ta adhurojmë vetëm Allahun e manduar, vetëm Allahun të adhurojmë dhe mos t'i bëjmë atij shok në adhurim. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dhe asnjëherë mos të lejojmë që ta trajtojmë duat të njëri tjetrin si Zot. Njerëz nuk mund të jenë Zot. Zoti nuk është njeri. Sado që mund të ketë veçori specifika të veçanta, mbetet njeri. Zoti nuk personifikohet në njeri. As nuk mund të ketë të njeri pjesë të Zotit, sikur që të Zoti nuk mund të ketë pjesë të njeriut. Absolutisht, janë të ndarë. Janë të ndarë. Dhe çfarë tha pejgamberi me këtë thirrje? Ne po besojmë Zotin. Nuk tha me që ju e keni bë, për shembull, Jezusin Zot, pranoni më edhe mua Zot e vazhdojmë. Jo, mos më pranoni mua Zot. Unë jam pejgamberi i Zotit. Unë vdes shkoj. Ndiqni udhën e Allahut. Edhe kështu i kam ftuar edhe Musa a.s. edhe Isa a.s. Nuk ka tekst dikun ku Isa a.s. ka thonë unë jam biri i Zotit. Nuk ka. Nuk ka dikun që ka thonë unë jam Zoti, më adhuroni mua pos Allahut manduar. Jo. Këto janë pastaj ndërhyjet më avashme të njerëzve që i kanë bërë për arsye të caktuara. Mirë po, pejgamberi i Allahut me anë tokë e më thonë unë jam biri i Zotit, nuk ka ndodhur. Nuk ka mundësi më ndodh. As nuk është biri i Zotit, as nuk është, domethënë, pjesë e Zotit, as nuk është larg asaj vetë Zoti. Allahu xhallahu ala është Zoti i gjithësisë, krijuesi. Ai është mbi krijesat. Ai nuk është pjesë e krijesave. Në këtë thirrje pejgamberi Herakliu, dhe këtë të tjerët. Herakliu e vlerësoi këtë thirrje, nuk e përbuzi. Madje deshi që ta konfirmonte gjendin e pejgamberit kur u takua dhe me Ebu Sufjanin. Ebu Sufjani, ishte udhëhec i Mekasve dhe kishte ardhur tek Herakliu në Damask për tregti. Pas sa dëgjoi Herakliu e ftoi, se kishte interesim me pyet kush është ky pejgamber, çka ka puna tij. Nëse ai e dinte se ka marrë pejgamber, e kishte të shkruar në librin e tij që e lexonte. E dinte. Muhamedi asëm ishte para lajmëruar erdhnimet e mëhershëm.
por deshi të vërtetoj a bëhet fjallë për këtë pejgamber apo jo. Dhe kur u takua me Ebu Sufjanin, i tha, qysh ke ardhur? Po ti në luftë me të, thot po kemi paqe. Thot mirë, po ka mundësi ju të rathon, thot ja i nuk të rathon. Që ka Ebu Sufjani, armik i pejgamberit asam. Derisa edhe ai dikur u bë musliman, po në këtë situatë ishte kundërstari i tij. Megjithatë, e dinte se pejgamberi i përmbahet më vetë, nuk e than. Lerë shumë kalonin Kurajsh ka Medinë. Lerë shumë. Finin, kalonin me pasuri të madhe, tregti. Nuk prekej karavanin nga askush. Kishte marrëveshje. E pastaj Herakliu e pyeti Ebu Sufjanin me disa pyetje ku çdo përgjigje që jepte Ebu Sufjani binde Herakliu se ky është ai dërguari i Allahut që të gjitha kemi prit. Por më që nuk ishte nga mesi i tyne, me që domthon duhej që tashmë edhe të pagunte kostën e lartë të besimit me kundërshtim të madh nga rrethi, nga këshilltarët, nga patriarkët e tij, mund t'i kushtonte me komplet pushtetin, nuk ishte i gatshëm fatkeqësisht ta paguante këtë kosto. Dhe vazhdon besimin e tij. Domthon ishte i bindur se ky është. Madje në disa transmetime ka thënë se kur të kisha me qenë tek ai, unë këmbët ja kisha la. Si një lloj shenje se po e di kush është ky njeri i madh. Edhe si një lloj aludimi të Ebu Sufjani, ai normal kjo po refuzoni. Por megjithatë, të ndrosh shikues, gjithçka në dunia ka çmim. Edhe besimi ka çmimin e vet. Por ky çmim paguhet për një çmim pasaj shumë më të madh në dunjë e në ahiret. Por nganjëherë njerëz edhe këtë çmim nuk kanë gjendje me e pagu. Prandaj ndodh që pasuria e pengon dikon nga besimi. Lakmia e pengon nga besimi. Jo fakti se a është e vërtetë ajo. E di njerëz të vërtetën. Letë kanë me kuptu ku është e vërteta. Mirë, po nuk janë të gatshëm me e pagu kostën e kësaj të vërtete. Për me loni, për shembull, përfitim të caktuar, për me loni, për shembull, një inat caktuar, për me loni pozitë caktuar, nuk janë në gjendje. Dhe kështu ishte gjendja me shumicën e mbretërve dhe udhëhecëve që i ftoi pejgamberi alayhis salam. Te Mukaukesi i Egjiptit ishte situata ende më e favorshme. Ai u gëzua shumë, e respektonte shumë pejgamberin. Të dërguarin e pejgamberit që i kishte thënë letrën tek Mukaukesi, mbreti i Egjiptit, e priti shumë mirë. Madje i dha dhurata pejgamberit alayhis salam që ta shprehte mirënjohjen dhe respektin që ka për pejgamberin alayhis salam, por tha nuk ka mundësi. Ti përgjigjem kësaj thirrje pozitivisht. Nuk mund ta besoj. Kam besimin tim dhe mbi bazën e besimi edhe e gëzonte pozitën. Dhe momentin kur hiqte dorë nga besimi, do duhet të hiqte dorë nga pushteti. E nuk është i gatshëm. Edhe ky fatkeqësisht nuk është i gatshëm me pagu pushtetin e tij. Me pagu çmimin e besimit dhe bindjeve të tij, që e dinte se ky është Muhamedi alayhis salam i dërguari i Allahut. Te Kisraja, mbreti i persianëve, ai ishte arrogant dhe ishte, domethënë, një idhujtar, domethënë i devijuar thellë. Dhe kur ju dërgua letra pejgamberit sa çfarë bëri? E shkeu letrën. Atëherë tha pejgamberi do t'i shkyhet edhe pushteti atij si i ka shkruar. Edhe ashtu ndodhi valla. E vrau djali i tij për pushtet, e pastaj nuk shkoi gjatë edhe u fik komplet perandoria persiane. Kështu ka vazhduar pejgamberi me letra të dërguara, të ndëruar shikues, domethënë sikur të thash mbretërve të ndryshëm, dhe nga letra që ka dërguar është edhe letra që ka dërguar mbreti i Abisinis, Habeshiut, që ka dërguar, domethënë e ai të ndëruar shikues, kishte një përvojë me muslimanët se ishin realisht besimtarët e parë që emigruan në Abisini nga torturat në Mekë, sikur se kemi fol, ai njëfte musliman, ai ishte njoftuar me islamin edhe më herët. Dhe tash kur i erdhi letra nga pejgamberi alayhis salam, realisht ai nuk hezitoi që të pranonte islamin. Mirë, po e mbau mshaft. Besoi në pejgamberin, por e ka mbajtur mshaft derisa ka vdek. E kur ka vdek Habeshiu, mbreti i Etiopis, pejgamberi sa ja ka fal gjenazën, ka se tha ai është nga vëllezërit tonë musliman. Kush i tregoi atij? Allahu i ka treguar, nga sa Allahu e din besimin e çdo kujt, din zemrën e çdo kujt.
ai nuk pat mundësi të besonte publikisht nga se ishte situatë shumë e rrezikshme, mund të edhe ekzekutohej, por nuk e refuzoi thirrjen e pejgamberit alayhis salam dhe besoi në Muhammedin alayhis salatu wassalam. Këtu janë disa prej të ndëruar shikues, disa prej letrave që i ka dërguar pejgamberi alayhis salatu wassalam mbretërve të ndryshëm. Çka marrim ne nga mësimet e këtyre ngjarjeve, këtyre vendimeve, e kësaj faqe të re të historisë në jetën e Muhammedit alayhis salatu wassalam. Sikur që e përmendet në ndëruar shikues, komunikim me letra dhe këmbimi i letrave u bë pas marrëveshjes në Hudejbije. Në Hudejbije Kurejshit e kemi thënë takimin e kaluar e pranuan përfundimisht pejgamberin si autoritet dhe e pranuan shtetin e tij. Nuk komunikoi tash mes dy palëve si një palë që është baza dhe pala e dytë e rebeluar nga baza. Jo kështu. Ne kemi shtetin tonë Mekën, ti e ke shtetin tonë Medinën dhe tash bëhet komunikimi dhe marrëveshja mes dy palëve, sikurse mes dy shteteve. E kur u pranua, kjo marrëveshje, edhe u përhap në për botën e asaj kohe, se Kurejsht realisht e kam pranu të dërguarin si autoritet, legjitim i shtetit e tij, atëherë filluan edhe tjerët me e trajtu si burr shtetas. Për shkak se deri në atë kohë të ndruar shikues, Kurejsht, sikurse e kam përmend disa herë, do ta shohim edhe deri tek çlirimi i Mekës, kanë qenë shumë autoritativ. Kanë qenë përfaqësuesit e arabëve. Dhe Mekja ka qenë qendra e arabëve. Tash krijimi i një shteti jashtë kësaj, realisht nuk u jepte të tjerëve guximin që më e pranu si shtet. Nga se nuk dinin sa zgjat, nuk dinin a është serioz, a është rebelim, çka ndodh. Mirë, po kur u kuptua se është shtet, atëherë filluan me e trajtu si tamam kryetar shteti, Muhammedin alayhis salam. Dhe pejgamberi sa më shfrytëzoi këtë situatë, edhe filloi që t'u flet nga pozicioni një burrshtetasi, por si i dërguar i Allahut të mënduar. Pastaj gjithashtu të dërgues, nga kjo marrim gjithashtu edhe se pejgamberi alayhis salatu wassalam çdo mundësi që i ipej që të ftonte njerëz në rrugën e Allahut xhallahu ala e shfrytëzonte. Nga se më herët nuk kishte transmetime se ka komunikuar me ndonjë nga udhëhecët e mëdhaj në këtë mënyrë, me dërgu letër si burrshtetas, si pejgamberi Allahut te barë, nuk është transmetuar diçka e tillë. Gjitha transmetimet jap me kuptues se kjo ka filluar pas marrëveshjes në Hudejbije. E pas tolla mundësia, pejgamberi sa më shëzoi mundësinë atë. Dhe rrezikoi, nga se për shembull ka bëjë fjalë për njerëz që për pushtet, ata vritnin qindra njerëz. Dihet në kohët e kaluara, për shembull, si kanë marrë territore, si janë bërë luftrat ka gjithmonë janë të këqija. Gjithmonë ka të pafajshëm që vritin më të madhe, gjithmonë ka padrejtësi këtu më radh. Po në atë kohë padyshim që ishte ende më e tmerrshme se ndoshta në kohët e mëvonshme. Megjithatë pejgamberi sa me gjithë faktin se ata mund të ndodhte të dikush nga ata të tërbohej, të ndinin të provokuar, edhe ndoshta të merr guximin që të organizojë ushtri kundër pejgamberit sa, kush jeti më ftu mua? Pse më fton ti mua? Çka kjo? Kam njerëz para gjykimit ngarkesa pa lidhje shpesh herë. Megjithatë pejgamberi sa ka sinqeriteti i tij, nga dashnia për ta, nga dhëmshëria që mos të shkojnë nga dunjaja e mos të përfitojnë nga mundësia e takimit e besimit me të dërguarin e Allahut, u shkoi letra. E kemi kuptuar se pejgamberi s'ka qenë i pushtetit. Për shembull të ndëruar shikues, çka fiton te pejgamberi sa me këto? Nuk ka kërkon te pushtetin absolutisht. Pejgamberi sa po sa e ndërtoi shtetin Medinë. Tash me rreziku veten, por padyshim pejgamberi sa këtë bënte me lenë Allahut mënduar, dhe çka duhet të them se kjo edhe shumë tira me kuptuar se pejgamberi sa gjithmonë kalkulonte mbi bazën e besimit dhe mbi bazën e shpëtimit, jo mbi bazën e përfitimit. Jo unë do të përfitoj për shkak se ai bëhet musliman. Jo. Do të përfiton ai dhe tjerë që janë me te, nga se do të vazhdojnë tutje me besim, sikur që kanë besuar tek Isa me Musa do ta kompletojnë besimin me Muhammedin alayhis salatu wasalam. Ne shikojmë në përpilimin e letrës, shumë se pejgamberi sa komunikonte me tjetër gjuhë
nga një nivel komplet tjetër me udhëhecit e botës në atë kohë. Në shtojë Zotit, jo mu. Jo le karrikën tash me jap mu, soni me të gore, jo dhe ma e përveti karrikën, ma e përveti pozitin, ma e përveti pushtetin, nuk u a kërkoj pushtetin, nuk u tha, unë jam i dërguar i Allahut, dhe nga sot e tutje, të gjithë duhet ma dërtoni pushtetin mua, dhe të më bindeni mua, nuk ishte mua, nuk ishte unë, nuk ishte pushtet, po çka kishte? Bindju Allahu të bartëra. Ella na abuda illa Allah. Unë po i thras që mas ta adhuroj askën pas Allahut. Pa ndë të rëshëkuas, thiri Islam është thiri shumë ëmbël, shumë e këndshme. Është një thiri me të vërtet që prek në zemrën e njerit, thret mendin e njeriut. Nuk po thras me besu njeri, nuk po thras me nëshu njerit. Jo, njeri mbetet njeri. Respekt, po, mirë kuptim, komunikim, ndim, tolerancë, gjitha. Por jo adhurim. Adhurimi i takon vetëm njërit, ajo është Allahu Azza wa Jall. Vetë Allahu i takon adhurimi. Nuk lejohet asnjë njësi, sado që mund të jetë e imt, sado që mund të jetë ndoshta thjesht, që neve na duket, nuk lejohet me ia kushtu askujt pas Allahut te barekuhu teala. Prandaj, a ka më mirë se kaq? Po të ftoj tek Zoti më Allah. Po të ftoj tek Allahu i manduar. S'po të thëmë për shembull rrafau te unë për mëkatet që ke. Rrafau te Zoti yt, largo mu, s'ka ndërmjetësim. Nuk po them kur don të lutesh, më thuaj mua lutem për ty, jo më lutu vet. Komunikohet me Allahun, s'ka ndërmjetësues. Nuk ka më ditë mëkatet e tua unë apo kushdo qoftaj. Mjafton që Allahu i din pendohu tek Allah për mëkatet e tua. Nuk mund të pranojmë për shembull që Zoti ka qu birën e tij që të sakrifikohet për mëkatet tona. Zoti është më i mëshirshëm se kaq. Zoti është më i butë se kaq, më i drejtë se kaq. Andaj Allahu i fal mëkatet njerëzve kur ata dojnë të pendohen, kaq. Po s'kanoj që të thirrën kurbana, të prehen njerëz, të gozhdohen njerëz që të na falë mëkatet tona. Nuk ka nevojë. Për shkak se Zoti mënore ka hap derën e pendimit për këtë që don të pendohet. Ademi alayhis salam ka bërë gabimin, është penduar dhe Allah ja ka fal pendimin. Dhe nuk është trashëguar më mëkati, nuk ka mundësi të trashëgohet mëkati. Si ka mundësi të vihet mbar, domthonë bar të vihet birit mëkati i babës. Pa logjikshme. Prandaj Zoti xhallahu ala e ka fal Ademit alayhis salam. Me tekst të shpalljes. Fatalaqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alayhi. Ademi i mësoi fjalët e pendimit, Zoti i mësoi si mu pendu. Ai ato fjalë i mori dhe i tha Zotit ti, falë më Zot, kam bërë shkelje të rënd. Nëse nuk më fal ti mua dhe gruan time, ne do të shkatrohemi. Çka tha Allahu azza? Fataba alayhi, dhe Allahu ja fali. Mori fund. Çdo kush ganë gabimtar, çdo kush ganë ka gabimet e veta, i ka lëshimet e veta. Por e kemi një Zot, elhamdulillah, që ai na thret të pendohemi, ai na pranon sa të kthehemi. O Zot, falem. Në qetësi, në sinqeritet, në vetmi, veç ti dhe Zoti yt, kaq. Prandaj këto mësime në favor të kujt janë? Në favor të, për shembull, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, jo. Janë në favor të vet individit, ti përfiton. Nëse lirohesh nga ndërmjetësimet, nga presionet, veç ti dhe Zoti. Kaq. Dhe në shikues, kjo është e tira më nësam. Për të u përhap me të madhe, njerëz e pranuan. Madje edhe kërkuan që të vinë muslimanët edhe të çlirojnë nga dhuna e tortura e besimeve të ndryshme. Nikujt kjo mund të duket absurde, po historia është e shkruar, faktet ekzistojnë dhe kjo ka pastaj kohën e vet për të sqaruar. Por çdo qoftë, ajo do të them është se në këtë i thiri pejgamberi sa. Herakliu e kuptoi. Herakliu kuptoi. Pse nuk e rrahu të deleguarën se von? Çfarë ka me këtë letër? Ose tani çmante, jo, e dinte çfarë letër është kjo. E dinte nga cili njeri ka letra, nga njeri shumë i madh. Gjashtu Mukaukisi, gjashtu Filoni, në gjashtu besoj. Në gjashtu ishte ortodoks. Por besoj. Prandaj të ndryshkues, na kemi nevojë që timi të sinqert.
A dën adhurim ndaj Allahut. Timi sinqert, timi të vërtet. Pa gënjeshtra, pa mashtrime. Sinqert dhe të vërtet. Në atë që themi. Dhe të kërkojmë të vërtetën. Me lejen e Allahut mënduar, ai që kërkon se duhet, e shpia Allahut tek e vërteta. Nga dobi që marrim të ndruar shikues gjithashtu është se pejgamberi alayhis salatu wasallam kur dërgoi letra, domethënë për shembull Herakliut, që ishte arab, Mukaukisit nuk ishte arab, Habeshiut nuk ishte arab, Kisras nuk ishte arab. Çka donte më thonë me kët? Se kjo nuk është feja arabëve. Nuk ka filluar tek arabët, se dikun është dashur me fillu. Ka unë me fillu për shembull tek romakët, tek persianët. Po prap njerëz që thonë kjo feja romakëve, kjo feja persianëve. Nuk gjykohet për një çështje mbi bazën e fillimit. Nuk mund gjykohet kështu. Po mbi bazën e karakterit të përmbajtjes që e ka thirrja e caktuar. Andaj thirrja e pejgamberit kishte karakter, domthonë që te i kalon te kufit historike, gjeografike, kështu me radhë. Për gjitha kohrat, deri në gjykimit. Dhe pejgamberi praktikisht deshi të thonë të arabëve, nëse e pranoni, nderoni vetën e juaj, nëse nuk pranoni, Zoti këtë fe që ndikun tjetër. Edhe ka ndodhur shumë të ndryshme shikues. Pas i ka vdek pejgamberi alayhis salam dhe ka filluar të zgjerohet shteti islam, të përhapet thirrja islame, të hyjnë në fenë e Allahut te barekuhu teala popull të ndryshëm me kultura, civilizime, kështu me radhë. Gjitha këto i ka pranuar Islami, dorëhapur. S'ka kërkuar nga ata të ikin dorë nga përkatësia etnike, ta ndryshojnë gjuhën, për shembull, shumë zakone ja u ka konfirmuar për zakoneve që bin dash me besimin e drejtë, normal. Ka pas besutnik, ka pas çështje që nuk përputhen fare me natyrshmërinë njerëzore, as me logjikën e njeriut. Mirë po, tjetë ja ka pranu. Ja ka pranu, për shembull, shumë çështje tjetër, veshjen, për shembull, ushqimin, gjuhën, shumë tradita, zakone që i kanë pas, ja ka konfirmuar. Dhe çka ka ndodhur? Në përhapjen e Islamit, kur kanë nisur këto popull shumë kanë dalë nga ata popull dietar që arabët kanë mësuar pasaj për tyne. Dietarët më të mëdhej. Nga dietarët më të mëdhej që nuk ka prejarë arabe, është pikërisht atë dietari i famshëm e imami i madh i gjitha kohërave, Imam Abu Hanifa rahimahullah. Nuk është arab. Të ndryshojë nuk është arab. Pastaj për shembull kemi Imam Buhariun. Nga dietarët më të mëdhej të gjitha kohërave. Veçanërisht të hadith të pejgamberit alayhis salam, që përmblodhi në një koleksion hadith të pejgamberit alayhis salam. Pastaj të tjerë nga dietarë hadithit, pastaj dietarë të tjerë të fikut, e tefsirit, e shkencave të tjera, nuk kanë qenë arab. Madje ka pas të ndruar shikues, ka pas edhe dietarë që janë baza e shkencës së gjuhës arabe që nuk janë arab. Qase kjo fe ja mund të çdo kujt. Nuk ka dallim arapi nga jo arapi, absolutisht. Po, na lidh me çështën e arabëve preardhja e Muhamedit alayhis salam. Po kjo s'ka ndonjë lavërdi për ta, nëse nuk dallohen me devotshmëri dhe deturi. Po, na lidh me çështën e arabëve gjuha për shkak të Kur'anit. Po, Kur'ani në një gjuhë ka dashme zbrit. E ka përzgjedhur Allahu xhalla wala gjuhën që ai e din më së miri. Se cila gjuhë i përshtatet shpallës së tij, që tjetë një nga gjuhët më të pasura, më të gjalla, më aktive, din të gjykimit, që ajo gjuhë do ta përmbledhte shpallën Allahu te barekuhu teala. Por këto janë çështje domosdoshmë që nuk kanë kurrë ndikimi në zhvillimin e popujve. Ka pasaj nga udhëheqës, kanë udhëheq musliman, s'ka qenë nga arabët. Dhe muslimanët i kanë pranuar si udhëheca. I kanë përkrah, kanë luftuar bashkë me ta e kështu me radhë. Pra këto çështje janë shumë të rregulluara me Islam. Dhe i pari që na mësoi si duhet këtë punë me të praktikisht është pikërisht Muhamedi alayhis salatu wasallam, i cili, sikurse e përmana, me dërgimin e letrave tregon se arabët janë popull që të parët patën mundësinë ta nderojnë vetëm me këtë fe, të bëjnë bartës e kësaj feje, dhe kishte nga ata normal shokët e pejgamberit të parët që bartën këtë fe me supët e tyre dhe i ndihmuan pejgamberin që ishin nga arabët.
por kështë edhe nga ju arab. Salman al-Farisiu, si kurse kemi përmend, Salmani ishte nga persianët. Ka ardhur tek pejgamberi për shkak se ka lexuar se ka më dhënë pejgamber. E udhimi i tij gjatë i mundimshëm e ka sjell në Medinë. Dhe pejgamberi mori në një situatë shumë të vështirë, shumë kritike për Medinën, mori mendimin e Salmanit si me organizu mbrojtjen kundër Kurajshve dhe aleatëve të tyre në betejën e Hendekut, betejën e Ahzabit. Dhe Islami jep hapësirë të gjithëve. Nuk e kanë arabët hapësirën e rezervuar në Islam. Me thonë, kjo është hapësirë për arabët. Këtu kur kursunin, s'ka kështu. Në dije kanë hyrë tjerët, apo në adhurim ka pas shumë më devotshëm se shumë nga arabët. Edhe sot ka që ashtu. Mund të jetë njëri nga veni unë më i devotshëm se qindra ndoshta mira arab që nuk kanë ndoshta në nivel të duhur të praktikës islame. Në kjo çështje s'ka të bëjë me përkatësi etnike. Kjo çështje është realisht kthim i njeriu tek Zoti i tij, që të kalon dimensionet e kohës, e vendit, e ngjyrës, e gjuhës, e kështu me radhë. Nëse Allah çka tha, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Të kemi dërguar ty mëshirë për gjitha botat, për gjitha llojet e njerëzve, për gjitha kategoritë e njerëzve, për gjitha gjuhët e njerëzve. Mëshirë, nuk jeti mëshirë veç për arabët, ti je mëshirë edhe për të tjerët. Andaj kush përfiton nga kjo mëshirë, ai është i privilegjuar. E kush nuk përfiton është i periuar, madje edhe nëse është nga familja e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Axha i tij Ebu Lehebi mallkohet Kur'an, se ishte i arrogant, ishte i lig. Tentonte në çdo situatë me nënçmu pejgamberin alayhi salatu wasalam, me përbuz, me luftu, me pengu, zbashku me gruan e tij. Pa pse është axha i pejgamberit, pse është arab, nga udhëhecit e Kurajshve, kjo fare nuk ka lidhje me fen. Në fe ka inna akramakum inda Allahi atqakum. Në fe ka më fisniku, më i ndershmi, më i miri tek Allah është më i devotshmi. Njerëz matën me dije dhe devotshmëri dhe përkushtim e adhurim tek Allahu azza wajel. Nuk matë me çështje tjera që mund të jenë pastaj të fituara në mënyra ndryshme, të pandershme, pa djerës e kështu me radhë. Po devotshmëria, frika ndaj Allahut, besimi, dituria fituar që shduhet dhe që funksionon që shduhet. As dikush ka mundësi me diturinë që ka mashtron, me diturinë që ka keq përdor, me diturinë që ka për shembull i mashtron njerëz. Larg asaj kjo s'ka vlerë për këtë dije, absolutisht. Po dija ka vlerë kur ti je shembull, kur ti me këtë dije i ndihmon njerëzve, i mëson njerëz, i udhëzon njerëzit. E mbi këtë bazë dietarë islam janë kategoria më e vlerësuar në islam. Për shkak të vlerave që përfaqësojnë, për shkak të ndikimit të fesë, atëherë kur kjo fe nuk ndikon tek dietari, dhe dija e tij është formalitet apo mundësi për të përfituar, ky dietar apo kjo kategori dietare fatkeqësisht do të jetë, domthonë, do të jenë të parë që kanë me qel xhenemin, jo xhenetin. Dietar i madh, po veç çfarë ka bërë me dinën e tij? Allahu na ruaj. Prandaj do të shikosh Islami na thon shumë mirë që nuk duhet nga begatia që Allah na kap me mashtru dikën apo me e dëmtu dikën. Dhe me këtë thirrje pejgamberi vazhdoi me thirrje njerëzit edhe jashtë gadisht arabik. Dhe dërgimi i letërave thash është e qartë se pejgamberi alayhi sallam tregon se kjo fe nuk është arabe. Dhe kjo që përmana koranitet nuk është shfaq pejgamberi mas Hudejbjes. Jo, ai në Mekë ka qenë ka ditë që kjo fe nuk është fe arabe. Në Mekë, normal, Allahu kur e ka zbrit fen, kur ka filluar zbritja e shpallës, e ka ditë pejgamberi alayhi salatu wasallam se ai nuk është pejgamber veç arabëve. Po ka filluar me arabët me çka qenë rrethi i tij, normal. Edhe në momentin kur është dhënë mundësia, ai ka vazhdu me i thëtu të tjerët. Madje kur ka ardhur Salman al-Farisiu, më u bë musliman, ai ka ardhur para se marrë pejgamberin në Medinë. E ka prit pejgamberin alayhi salam në Medinë. Kur e ka taku pejgamberin, si ka thonë, më fal, po nuk je arab, nuk mush me kon musliman. S'ka lidhje kjo. Prandaj përkatësia etnike, kombëtare, është personale e njerit, ndërsa e vërteta është e përbashkëta e njerëzimit.
Dhe Allahu xhallahu ala nuk tha e jeni arab po bëmi bashk, e jeni persian po bëmi bashk. Jo, e jeni rob të Allahut po bëmi bashk. Rreth sofrës së besimit, secili me përkatësinë e tij, kombëtarë dhe gjuhën e tij dhe zakonin e tij kështu me radhë, le të na bashkon adhurimin ndaj Allahut. Një krijues që kemi duhet të jetë ai i vetëm që ne e adhurojmë. Kaq. Është të logjikshme dhe shumë e natyrshme. Prandaj pejgamberi sa kur dërgoi këto letra, rresht na tregoi qartas se feja islame është një vazhdimsi e shpalljes së mëhershme që i erdhi Isait alayhis salam, Musait alayhis salam, Ibrahimit alayhis salam, Nuhit alayhis salam, Sulejmanit alayhis salam, Davudit alayhis salam, pejgamberët me radhë. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte një pejgamber në këtë vazhd që me të Allah e përmbylli misionin e pejgamberëve. Dhe do të thonë adhurimi të Allahut, nëse pejgamberët janë për të na mësuar si me adhuru Allahun te barekuhu teala. Nga që marrëm këtu të ndëruar shikues është edhe se përmbajtja e letrave ishte e njëjtë. Pejgamberi nuk kërkonte nga Herakliu diçka, nga Mukaukisi diçka, ja, njëjtë. A më thon Mukaukisi për shembull çela ti e keni dalën deti, po ti e keni absolutisht nga dunjaja aty ne kur gjë nuk kërkoj. Të gjithë i fton te i njëjti Zot, të adhurojnë Allahun te bareke o taala. Prandaj këto udhëzime që pejgamberi u dërgonte mbretërve të ndryshëm shikues, jap me kuptuar qartas se para thirrjes së Allahut gjithë jemi të barabartë. Qysh kërkohet me besu, për shembull iriu, bujku, zdrokthari, zanatlit që me nder fitojnë. Dhe janë kategori e rëndësishme e shoqërisë. Kërkohet me besu edhe akademiku, profesori kështu me radhë. Si kërkohet me besu i udhëhequri, kërkohet me besu edhe udhëheqësi. Nuk ka fe të posaçme për udhëheqësit. S'ka. Nuk ka rregulla të posaçme për pasanikët. S'ka. Një fe është. Veç ndanë në bazë të mundësive. Të pasurit e kanë obligim zakatin, të varfrit se kanë obligim zakatin. Për shkak se mundësit. Dallimi është tek mundësit veç. Ndërsa tjera janë barabartë. Një fe është për mashkull, e njëjta fe është për femrat. S'ka dallime. Nuk ka dallime. Përveç dallime që domethënë i përcakton natyrshmëria e gjinive. Normal, s'mund të kenë rregullat e njëjta në çdo aspekt si për burra si për gra. Për shkak se dallojnë disa aspekte. E dallimet janë në dallimet që kanë mes veti. Dhe udhëzimet islame, domthonë e kanë pas parasysh dallimin që kanë mes veti gjinia mashkullore dhe gjinia femërore. Për shembull, s'mund të pas rregulla për mashkuj që kanë të bëjnë me ciklin menstrual. Është absurde, se mashkulli nuk ka ciklin menstrual. Do ja duhet me pas edhe për të rregulla si me kon barabartë. Po jo më smush me kon. Tash para më shumë lip mashkujt me kon barabartë me femra. Pse? Se femra për shembull 40 se fal namazin kur janë lehone. Një muaj e gjys nuk falen. Edhe kur kryet lehonia se kanë obligim me kompozuar namazet. U krye punë. E na për shembull na mashkujt, a ka në herë kur na për shembull 10 ditë sfalën bile. Jo s'ka jo. Gjithë më fal. Ku barazia? S'ka këtu barazi, se natyrshmëria refuzon barazin. Këtu natyrshmëria kërkon drejtësi. Gruaja ka lënë për situatë vështirë, e ka ngarkesën e saj, të lindjes, të gjakderdhjes, nuk mund ta mirëmon pastërtinë që duhet e kështu me radhë. Andaj lirohet nga namazi, lirohet nga agjerimi. Ka se sunta nuk na agjeron në gjendje. Dhe vetëm lehune, edhe me ciklin menstrual nuk na agjeron. Para çfarë kujdesi, fa përgdhelje për gjinin femërore. E mashkujt nëse smuhen. Nëse nuk janë smut, agjerojnë. E ku barazia? Po s'mund të jeni barabartë. Nuk mund të jeni barabartë për shkak se grave u vije cikli, burra nuk u vije cikli. Andaj nuk janë barabartë. E tjera dallime që i imponon domthonë natyrshmëria e dy gjinive. Kjo është që shtot pejgamberi i mëson të njerëzit. Para Allahut jemi të barabartë. Në shpëlimin të barabartë. Wallahi nuk ka kurkun në fen ton se nëse burri bën këtë vepër, shpëlet më shumë se sa femra. Absolutisht s'ka kështu. Absolutisht. Nuk ka diku për shkakun që këto rregulla vlen për mashkullit,
Për shkak se ky duhet me kon më i devotshëm, ama nuk ka mundësi gruaja këtë ibadet me bë. Pse s'ka mundësi më këtë ibadet? E bën. Krejt çka mundet me bë burri bën edhe gruaja. Përveç tash dallime që janë të imponuara natyrshëm, Zoti ka dashur me pas ata dallime mes vete. Andaj pejgamberi sa mifton të gjithë njëjtë, barabart. Sigurisht i fton të arabët, i fton të jo arabët. E një atyre ka qenë. Nuk është thirrje ndryshe për ju arabët, e një tjetër thirrje për arabët se ju i kam popullin tëm pak më ndryshe, për ju ka lehtësime për ta s'ka lehtësime. Jo s'ka njëjtë. Arabët i kanë obligim 5 vakte më fal, ne kemi obligim 5 vakte. Njëjtë është. Ka se kjo është feja e Allahut për njerëzit. Këto janë disa nga dëshmitë që i përmenda, se ka shumë argumente, po disa nga dëshmitë në shku vetë që flasin se kjo është feja e Allahut që ka për krejt njerëzit. E njëjtë, në çdo kohë. Në atë kohë kanë pas obligim me agjëru, e sot e kanë obligim me agjëru, e shumë të tjera. Përveç sot dallimet saktuara, po që normal imponohen nga rrethanat, nga koha, nga dallimet, por që ato trajtohen në kuadër të rregullave të përgjithshme që janë të përcaktuara me normat fetare. Kaq. Prandaj edhe rjetët që i dërgojnë të bërësam të ndruar shikues, gësoni respekt e kodhecit. Ata e kanë përcjell për gjatë viteve moralin e pejgamberit, lidershipin e tij, aftësinë e udhëheqjes, menaxhimin e situatave, e kanë përcjell ata i dinë këtë punë. E kanë pa që kjo nuk është një rëndom, nuk ka kjo zakonshme diçka, e thjesht, është diçka shumë specifike, shumë e veçantë. Prandaj edhe respektonin thirrjen e tij. Pse nuk e përgjigjen? Ata vetë kanë përmendur. Disa publikisht, disa fshehurazi, mirë po, ka qenë arsyeja që ndëlidhej me interesat e tyre personale fatkeqësisht. Nuk ishin të gatshëm me pagu kostën e besimit. Sigurisht se ka do sot, ka njerë për shkakun që e din kur është e vërteta, e din çfarë do të më kon, po nuk e don. Pse nuk e don? Po për shkakun se gërshatohet me disa interesa të caktuara. Diku për shkakun mundet edhe me fatkeqësisht me pranuar një shërbim djallëzor që me luftu fenë e Zotit xhalla xhelaluhu, me shpif për fenë e Allahut mënduar në këmbim të interesave të caktuar. Edhe kështu ka. Donja është mejdan i hapur. Mundësitë e njerëzve këtu janë të hapura që të rreshtohen me të mirët apo me të këqijt. Njerëz vendosin. Dhe ata i kalkulojnë interesat e tyre. Por përkohësisht. Derisa dalim nga donjaja. Kur dalim nga kjo donjë, atje e kuptojmë pastaj se ka qenë feja e vërtet, ku është dashur të trashëtimi i duhur e kështu me radhë. Andaj pejgamberi sa që njerëz mos të zhgënjehen, mos të dështojnë, mos të humbin mundësinë e madhe të besimit në dunjë dhe kthimit tek e vërteta që e promovuan gjithë pejgamberët me radhë dhe u kulmua dhe u përmbyll me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa ishte mëshirë për njerëzit. I ftonte, kujdesej, shfrytëzon çdo mundësi që njerëzit të kthehen në rrugën e Allahut te barekutaala. Pra ishte konsideruar kjo e me kuptuar se sa ishte i madh pejgamberi alayhi sallam dhe sa dhe sa nasi besimtar kemi përgjegjësi kashi vetes tonë, por edhe kashi të tjerëve që të shfrytëzojmë mundësitë tona me bamirësi, me urtësi, me maturi, me kujdes, me respekt, njerëzit të përcjellim mesazhin që e përcolli edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam. Të jemi një zë i shtuar i zërit e Muhammedit alayhi salatu wasalam, i zërit e dietarëve e hoxhallarëve që u përpjekën vazhdimisht me përçuar mesazhin e Allahut tek njerëzit, tashmë ka koha tek ne. Ne jemi në këtë kohë që ta përçojmë këtë zë, këtë mesazh të besimit të drejtë në Allahun e mënduar, që njeriu të kthehet në natyrshmërisë së pastër, adhurimit të Allahut të bardhë, pa ndërmjetësime, pa hyjnizime të njerëzve, pa glorifikim të njerëzve deri në nivel të adhurimit. Njeriu respektohet, nderohet, krejt është rregull, por nuk bëhet Zot kurr. Zoti është një, nuk ka Zot përveç tij, Allahu te barekutaala. Atij bindemi, atij nënshtrohemi. Dhe Zoti ka dhënë pejgamber. Ne e kemi Muhamedit as pejgamber. E pranuam, nuk e pranuam. Ai është pejgamberi jon. Allahu ka përzgjedhur që ai të jetë pejgamberi i fundit. Dhe krejt njerëzit e kanë për obligim me ndjek rrugën e pejgamberit në adhurimin e Allahut te barekutaala. Do na ndjekim Muhamedit sallallahu jo për shkak të adhurimit të Muhamedit larg asaj, por për shkak se ai na ka mësuar si me adhuru Allahun te barekutaala. Kaq, ai është ndërmjetësues i mësimit, por jo i adhurimit. Pejgamberi sallallahu ndërmjetëson mes nesh dhe Allahut në mësimin e adhurimit të Allahut, por nuk ndërmjetëson në adhurimin e Allahut. Jo,
në adhurim s'ka ndërmjetësues. Nuk ka ndërmjetësues në adhurim, por ka ndërmjetësues në mësim, po normal. Se Zoti si flet të gjithëve, i ka folur një pejgamberi, ai e ka mësuar fen. Dhe na tash vazhdojmë tutje hapat e tij. Prandaj të ndërrosh se kush është obligimi jonë që ne ta kuptojmë fen drejt, ta zbatojmë drejt, ta ftojmë njerëz të kthehen tek Allahu i manduar. Ta vazhdojmë këtë mundësi. Ta ndjekë rrugën e pejgamberit të përzgjedhur, të njeriu që më të vërtet ofroi modelin më të kompletuar të një njeriu të udhëzuar edhe të ndërtuar me besim dhe adhurim ndaj Allahut të manduar. Nga familjarët tonë, nga fëmijët, në kudo që jemi, me fjalë të bëjmë këtë që e përmena, por shumë më tepër me veprat tona, me sinët tona, që të dëshmojmë se me të vërtet i përkasim një besimi të pastër, prandaj edhe jemi të pastër, i përkasim një pejgamberi me vlera, prandaj edhe ne i jetësojmë këto vlera, në jetën e përditshme, që të jemi shembull i mirë për të gjithat që na shohin dhe kanë përvoja dhe kontakte me neve. Të ndërrosh shikues, këto ishin ato që, domethënë, pa ta mundësimi jetu mbrana kohë, sepse kemi kaluar dhe kohën e limituar për këtë emision, por çdo qoftë, këto letra janë shumë të rëndësishme, ishte një zhvillim shumë i rëndësishëm që tashmë veç shkon të duke fuqizuar pejgamberin në çdo aspekt, faktorizoi edhe më tepër dhe gjitha këto ishin në favor të hapit të ardhshëm që kishte të bënte me çlirimin e Mekës. Zoti na bëft shembull të mirë, Allahu na bëft që të kemi besim të drejtë, të pastër në Allahun Azza wa Jall, të ndjekim rrugën e pejgamberit ton Muhammed në adhurimin e Allahut te barekuala, dhe të jemi një shembull i mirë me fjalët tona, me sillet tona, edukatën tonë, duke thënë gjithmonë se kështu na mëson besimin në Allahun dhe kështu na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wasalam. Ne takim dashur, Zoti ruajt. Selamun alejkum wa rahmatullah.